Kur janë rritur temperaturat, u shtuar edhe fluksi i vizitorëve në qarkun Shkodër dhe jo vetëm. Aktualisht në 3 ditët e fundit në pikat kufitare më të rëndësishme të qarkut Shkodër, në Murliçan dhe në Hanin e Hotit, janë përpunuar të dhënat e më shumë se 50.000 shtetasve, prej të cilëve rreth 25.000 të cilët kanë hyrë në territorin e qarkut Shkodër. Këto turistë sigurisht janë vizitorë të qytetit të Shkodrës dhe jo vetëm, të cilët kanë shfrytzuar edhe fundjavën e kaluar për të zhvilluar disa ditë pushime në Shkodër e më pas për t'u kthyer rutinës, pasi na bëhet me dije se një pjesë e tyre janë kthyer edhe një herë në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Ndërkohë që me fillimin e muajit qershor pritet edhe shtimi i fluksit të vizitorëve për shkak edhe të nisjes së pushimeve dhe turistëve të cilët zgjedhin Shqipërinë për të kaluar pushimet verore. Fillimi i qershorit ka sjellë rritjen e fluksit të lëvizjeve në pikat e kalimit kufitar në qarkun Shkodër. Vetëm në fundjavën që lan pas janë përpunuar të dhënat e rreth 50.000 shtetasve. Sipas të dhënave të drejtorisë vendore të policisë Shkodër, rreth 25.000 është numri i shtetasve të cilët kanë hyrë në territorin shqiptar. Me nisjen e këtij muaji duket si fluksi i shtuar i turistëve në rrugët kryesore të Shkodrës, po ashtu edhe në zonat arkeologjike dhe zonat e mbrojtura është rritur. Për përballimin e lëvizjeve në këto pika kufitare, po punohet me të gjithë kapacitetet, kryesisht gjatë fundjavës, ku edhe lëvizja është e shtuar. Shumica e turistëve që hyn përmes këtyre pikave janë nga vendet e Bashkimit Evropian si Italia, Gjermania, Hollanda, Franca dhe jo vetëm. Shtete këto prej të cilave vinë në numri më i madh i turistëve të huaj që vizitojnë pikat turistike të vendit, por nuk mungojnë sigurisht shtetasit nga Mali i Zi. Ky fluks pritet të shtohet edhe më tepër në ditët në vijim, ndërkohë që duke filluar nga fundi i qershorit, nis rikthimi i emigrantëve nga vendet ku jetojnë dhe punojnë, po ashtu edhe i turistëve të tjerë. Aktualisht në këto 2 pika të kalimit kufitar po punohet me të gjitha kapacitetet edhe gjatë ditëve të javës.